armatimet e reja, pajisjet e reja shumë moderne. Programin tonë të lëvizjes dhe vendosje, çështjen e sigurisë nuk e shohim si një koncept abstrakt, po si një koncept real që është i matshëm dhe i arritshëm. Kështu që gjatë këtij mandati të kaluar ne kemi bërë investimet dhe rritja e buxhetit të FSK-s ka qenë për 3 fishi i buxhetit të kaluar që kemi gjetë. Pastaj rrit investimet edhe në armatim, sepse siguria nuk mund shihet vetëm në një aspekt. Siguria është në personel, në pajisje dhe infrastrukturë. Kështu që është derisa kësaj kohe me bë investimet në 3 fushat paralel me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe përmbushjes së kapacitetet të parapara. Ne flasim shpesh edhe për planin e tranzicionit. Plani i tranzicionit përveç që është arrit, është i kaluar në shumë parametra që ka qenë parapam. Çështje tjera që keni dëgjuar dhe kanë qenë publike është armatimet e reja, pajisjet e reja shumë moderne. Çështje tjetër kanë qenë edhe rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar, qoftë në rrugën e integrimit NATO apo në mekanizmat ndërkombëtar. Çështje tjetër kanë qenë ushtrimet dhe stërvitjet e përbashkëta me aleat që ka qenë një rritje e tyre. Më pastaj kemi edhe rekrutimin, ku kemi bërë rekrutimin e mbi 2700 e sa ushtarëve më shumë se që kanë qenë. Kjo është edhe proces, se procesi është dikush del, dikush hyn. Mirë po, janë përmbush kapacitetet e parapara mbi bazën e planifikimeve të parapara të cilat kanë qenë të drejtuara qoftë në personel, qoftë në pajisje edhe qoftë në infrastrukturë. Infrastruktura ka luajtur një rol keq, ku FSK-ja sot ka një infrastrukturë moderne, ka rrit numrin e kazermave të parapara që ushtarët kanë qoftë për stërvitje, qoftë për jetesë dietore. Kjo ka pas edhe një ndikim të madh që odesh me bën negocim të pronave të gjitha atyre që kanë qenë parapara. Po ashtu gjatë kësaj kohe ne kemi punuar dhe kemi filluar planifikimet për industrinë e mbrojtjes, që industria e mbrojtjes është një kapacitet që FSK-ja bëhet e pavarur dhe mund të jetë më e pavarur dhe më fleksibile.